Në stinën e verës, kur temperaturat janë të larta, shëndeti i qytetarëve është i ndërlidhur edhe me ushqimin që konsumojnë sidomos me produktet e byllmetit. Nuk janë të pakta rastet kur qytetarët hasin në produkte të cilat nuk janë ruajtur sipas kushteve të caktuara gjatë verës. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë në një njoftim publik ka apeluar te qytetarët që të jenë më të kujdesshëm në ruajtjen e ushqimeve në ditët me temperaturat e larta. Në njoftim, gjithashtu thuhet se përmes ruajtjes dhe përgatitjes adekuate të ushqimit, mund të parandalojmë rritjen e bakterieve, të ruajmë freskinë e ushqimit, të ruajmë vlerat ushqyese të tij dhe të mundësojmë zgjatjen e afatit të përdorimit të ushqimit. Duke ju referuar kujdesit të ushqimeve, siguruan sot edhe disa pamje për të kuptuar nëse konsumatorit i blejnë produktet, sidomos ato të byllmetit në vende të ruajtura mirë. Shumë i rrezikshëm është byllmeti blehet në përtregje, të temperatura shumë të larta, pasysh sepse infeksionet e ndryshme bojnë veten edhe në pas kujdes më qëta më shumë për këtë djave. E një tjetër tha se përveç byllmetit duhet të jetë kujdesi i shtuar edhe për pemë dhe perime. As në temperaturat në alta, as të ultat nuk është të preferuar me mushit rrugëve, si ku shitet, po duhet më konë veni i posaçëm për byllmet. Veni fresk, veni në mloj, temperatura përshtatshme për byllmet. A mendon që është domethënë rrezik? Rrezik, normal. As pemë me perime nuk është mirë në dielli kështu mushit. Del mo byllmeti fare hiç. Por ka edhe vende të tjera ku produktet e byllmetit janë vendosur në vende të sigurta ndaj temperaturave të larta.